nuk i kumik temës, do me thonë. Kum nejt që aty. Nuk dosht as mu një keq, këngëtorin fjall, as sone, as publiku, edhe pse më kanë gjyku shumë, apede, kur e kum publiku rrjetin social, TikTok, shumica kanë thonë, jo e ke vjedha, e ke morë lejën, apede, amo gjithë shka u konë me marrveshje, gjithë shka u konë e kryme. Nëse njerë, bëtë si shoq nuk e ka ditë. Po. E tani ma vone ka morë vesh, kena kontaktua, ju konë kondër njerë, ka dosht me lonë vokalin original. Po ai nuk e ka ditë që ka bo muzika në TikTok, nuk e ka ditë, nuk ka pos një uri. Edhe e qilë TikTokin tash, bëtë si shoq, hen, kur e shet që ka shpërthy. Edhe rom dakord që me metë në verzion temin. Edhe tash jena mirë me to. Pse ka pas disa verzionin të cilat i keni diskutu para prakisht? Po, ai ka pos qef mu konë refreni në verzion original. Qësha ka këndu. Tash, one i bike, abede, mi këndështu publikon. Mi ju premtu diçka dhe mës mi avon që ato. Se tash shpërthejnë qatë verzion. Po. Tash kë eshke abede në ato të vetën, unë e kuptojsha se është muzikë shumë personale, a mu mënësha me këthy ka veti, mi thonë, abede, se taman është muzika, ko sukses, që kja dhe du të me dollë që shto. Po ma në fund u bind. U bind edhe vetë që është muzika top. Ju ma herët nuk ishi takuar asë njëherë? Asë njerë, edhe halo nuk i na takuar. Nuk i takuar ende? Halo, veç për mes telefonit fulmi. Edhe mirë, e kena një raport mirë, mu i me thonë mitësor, edhe pse jam shumë i vogël se aj, po e kena gjithë një farë gjuhet për bashkë, një farë bote, edhe jam okej me to, edhe jam falenderuz në IT. E keni lënë të takohen në një të ardhë në tapët? Po e pres më orë, tash në Kosovë edhe kena me dollë kisë me të më taku, po kam qef edhe one me po, apede, pe ofer edhe me full me to. Si e priti reagimin, sidomos të masës, edhe në vërrjetët ndryshme sociale që të shpërthej, edhe me të vërtet shpërthej. Si e priti zotëri Cërvadikoj? Po, a i më tha jo pa fjallë, pa komend. Bile, dje po të një bisid me to folja, e më tha tash nuk ka trend, tash është fenomen muzika. Nuk di që a i thonë veç faliminderit, pej tina dhe faliminderit pej vetës për punën tem që e kumë botë palësshme, faliminderit këtë ekipës që kam punur atë projektet, orkestrimin, mixmasterin, sound engineer, tënat, punë për kryme. Falenderit për i kejtve. Monja, a ke pas ti personalisht pritshmëritë tua ka që të larta për një këngë të këtil, apo thjesht kur nuk e din, ndërsa një artist kur nuk e din se kur ja qëllën, nëse mund të ishte? Për 100% që nashta kësha thonë që i kom pos 10% pritje. A që shkon ka që nalë? Jo. A me ndënë që TikToku e ka bërë jashtëzakonisht shumë diferencën? Po, e vërtet është. Po tash na du të me ecë me kohën, apede është një rrjet social që mund është me shpaljoz vetën, punën tona, dhe pse mos me përdor rini, apede artistat e ri, me kallëzu vetën, me promovu vetën. Edhe kjo ko një qelës që one e kum promovu vetën ko gja mirë, edhe kum ecë ko gja mirë. Edhe falenderit për i kejtve. Qysh 15 vjeqo, realisht nuk e pasur një këngë kaq suksesshme sikur kjo? Jo, ka ndodhë me shkun 100.000 views apede, amo jo që ka të shumë, do me thonë, sot që mu përfull për mua, nuk ka ndodhë asë njerë. E kjo është heraja me parë.